kam parë shumë të Turqit. Turqit i kom marrë si shembull përpara, domethënë ishin atëherë 10 vite përpara neve. Domethënë në jetën e natën. Për mua ishte pikpyetja pse ata e na jo. Ne jo. Unë zhvillimi i këtij do të thoja rrjetësh eventësh tashmë sepse nuk është një diskotek, po kemi edhe festivali e lirë në Glamour. Është bërë, ka marrë për masa që ti i ke pritur më përpara, ka qenë ky një vizion i joti, apo është diçka që ty ka surprizuar? Me të vërtet, festivali nuk ka qenë vizion jemi, ka ardhur domethënë mbas kohës. Vizioni jemi ka gjithë me kriju një brand kur shqiptarët e shohin si mënyrën profesionale, po festivali domethënë u kriju disa gjanat luajtën rol, se në këtë biznes kom njoftu edhe shumë shok që merren me të njëjtin biznes, po në anën e Turqiv, Polak, Gjerman, e kështu që... Ka qenë dhe një vizion i kombeve të tjera që ty të ka quar drejt të suksesit? Me fillun për fillimit në 2011-2012 atëherë, isha i ri, kështu që kam parë shumë të Turqit. Turqit i kom marrë si shembull përpara, se me pas shiku nivelin e shqiptarëve që kanë festu në diasporë vitave e 2000 mas luftës. Ti shumë të drejtë. Kur i shikojsha Turqit, domethënë ishin atëherë 10 vite përpara neve. Domethënë në jetën e natës. Për mua ishte pikpyetja pse ata e na jo. Ne jo. Unë këtë desha